Në një atmosferë solemniteti, emocionesh dhe krenaria qytetare, Elbasani përjetoi një tjetër mbrëmje të veçantë, që tashmë është kthyer në traditë. Drejtoria e Sporteve dhe Kulturës pranë Bashkisë Elbasan, në drejtimin e drejtorit Artin Kovaçi, organizoi mbrëmjen gala të ndarjes së pllakatave të mirënjohjes për 20 personalitete të sportit të Elbasanas, figura që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë sportive të qytetit dhe më gjërë. Kjo ceremoni nuk ishte thjesht një akt formal dekorimi, por një moment reflektimi dhe falënderimi për brezat të tërë sportistësh, trajnerësh dhe kontribuesësh që me pasion, sakrificë dhe përkushtim kanë ngritur emrin e Elbasanit në arena lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Edhe për gjithë këto miq dhe shokë që janë këtu, ndjen një kënaqësi aq të madhe sa një emocion nuk di se të them, jam shumë emocionuar. Faleminderit gjithëve. Suksese. Shumë faleminderit që më respektoni vllain. Palodhëm si sportist dhe trajner në vitin e cilësisë sportive në klubin sportës Elbasan. Kulmi emocional i mbrëmjes ishte padyshim dekorimi i Enveri Bërshimit, legjendës së gjallë të futbollit të Elbasanas dhe shqiptar. Shumë edhe do Zoti më madh që të takoshin e herë të gjithë të manifestus. Kreu i Koksh Fidel Ylli vlerësoi infrastrukturën dhe punën që po bëhet për sportin në këtë qytet, duke propozuar që Elbasani të bëhet qyteti evropian i sportit për vitin 2027. Duhet ta falenderoj kryetarin e bashkisë që ka qenë suportues dhe është një nga arsyet që unë vin në Elbasan, jo vetëm se bashortja ime është nga Elbasani, nga Beptë e Elbasanit, është një motiv më shumë, por kryetari i bashkisë dhe shefi i klubit janë motivi im që unë vi sepse gjej ngrohtësi, sepse i hapin derën çdo sportisti, çdo trajneri dhe çdo presidenti i federatës që vjen dhe ja lën pallatin në dispozicion pa asnjë lloj pagese. Është merita juaj, zoti kryetar, që ne bashkërisht ju propozoj sot në këtë sallë, siç kemi bërë Tiranën kryeqyteti evropian i sportit, siç kemi bërë Vlorën qyteti evropian, siç bën Shkodrën. Këtë vit ishim në Bruksel dhe ka marrë Korça qyteti evropian i sportit për vitin 2026. Ju them që bashkërisht ne në 2027 duhet që Elbasanit t'i japim titullin qyteti evropian i sportit. Peshngritja dhe ping-pongu pritet të organizojnë evente ndërkombëtare në Elbasan gjatë vitit të ardhshëm. Tha dhe presidenti Niku Vllai Fidel Ylli që të mundohemi ta bëjmë kryeqytet sport të 2027. Por Federata Shqiptare e Peshngritjes do ta kthej Elbasanin kryeqytetin e Shqipërisë për sportet në 2026, mbasi nga 2 gushti deri 12 gusht do zhvillohet kampionati evropian i të rinjve në qytetin e Elbasanit dhe Elbasani do ndjehet dhe jam i sigurt që sportistat e rinj nga gjithë Europa do ndjehen si në shtëpinë e tyre. Pra Elbasani gjithmonë është shquar për traditën e prisat, absolutisht dhe për ushqimin shumë mirë. Mbrëmja gala u mbyll mes emocionesh, fotografish përkujtimore dhe premtimit se kjo traditë do të vijojë edhe në vitet në vazhdim, duke mos lënë në harres ata që i dhanë Elbasanit krenari dhe identitet përmes sportit.